Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas ka kërkuar nga partitë politike që t'i lënë anash i natët dhe të formojnë institucionet e reja. Kallas ka paralajmëruar se për shkak të bllokadës institucionale Kosova rrezikon përfitimin nga plani i rritjes i BE-s. Krye diplomatja evropiane bëri me dije se masat ndëshkuese ndaj Kosovës kanë filluar të hiqen gradualisht, por fillimisht ka kërkuar nga institucionet që të kontribuojnë në deskalimin e situatës në veri. Kallas tha po ashtu se normalizimi i marrëdhënieve Kosovë se mbetet kushti kryesor për parafrim të dyja vendeve me BE-n. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas në nisje të vizitës së saj zyrtare në Kosovë, përmes një konference u bëri thirrje përfaqësuesve politik që të dalin nga bllokada për formimin e kuvendit dhe qeverisë. Sipas saj, ndryshe Kosova nuk mund të përfitojë nga plani i rritjes. Kosovo belongs to the European family. But there are no shortcuts. Kosova i përket familjes evropiane, por nuk ka rrugë të shkurtra për antarësim në BE. Përparimi mund të arrihet vetëm nëpërmjet reformave të qëndrueshme. Plani i BE-s për zgjerim nënkupton edhe integrimin gradual në tregun e vetëm në BE për të sjellë prosperitet për njerëzit. Kështu që Kosova duhet së pari të dorëzojë agjendën e reformave për të përfituar nga plani i zgjerimit. Që kjo të ndodhë, duhet të ketë institucione funksionale të cilat në mënyrë efektive mund të zbatojnë reformat. Për këtë arsye i inkurajoj të gjitha partitë politike që të dalin nga kjo blokadë politike dhe ta formojnë qeverinë ashtu që Kosova të mund të përfitojë nga përkrahja jonë. BE-ja është e gatshme që t'ju përkrah, por udhëheqësit politik duhet t'i lënë anash ndarjet dhe të kenë prioritet të ardhmen e Kosovës. Kallas tha se masat ndëshkuese ndaj Kosovës të vendosura në qershor të vitit 2023 kanë filluar të hiqen gradualisht, por theksoi se për shfuqizimin e plotë të tyre, Kosova nuk duhet të bëjë veprime që mund të nxisin tensione në veri. I can announce that the EU has begun to gradually lift. Ju njoftoj se BE-ja ka filluar që gradualisht i largoj masat që janë prezantuar në qershor të 2023-s dhe tani një mundësi më të madhe për zhvillimin e Kosovës që të zhvilloj lidhjet me BE-n. Por varet nga deskalimi në veri. Mbyllja e strukturave të përkrahura nga Serbia minon përpjekjet drejt shtensionimit. Duhet të kuptohet që nuk duam të shohim për shkallëzim në veri. Kam qenë vete angazhuar që t'i bind antarët e BE-s që t'i heqi masat, por thonë se Kosova duhet të respektoj marrëveshjen e Ohrit dhe se përshkallëzimi në veri po vazhdon përkundër kësaj. Kjo është pengesa që kemi. Jemi të gatshëm të bëjmë hapat tonë, por vërtet duhet të shohim shtensionim në veri. Përfaqësuesja e lartë e BE-s Kallas tha se në këtë vizitë dëshiron të dëgjojë për situatën e sigurisë në Kosovë dhe në rajon, teksa shtoi se pritjet e BE-s mbeten tek normalizimi i marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Ju jeni partner të barabartë në tavolinë dhe si përfaqësuese e lartë e BE-s do të vazhdoj që të përkrah këtë proces. Për ata që kanë ende dyshime në këtë proces të jemi të qartë, normalizimi i marrëdhënieve është pjesa e vetme për një të ardhme më të sigurt dhe përparuese për njerëzit e këtij rajoni. Stabiliteti varet nga dialogu dhe jo nga konfrontimet. Kallas gjatë qëndrimit në Kosovë do të zhvillojë takime me përfaqësues të shoqërisë civile, të subjekteve politike, si dhe do të vizitojë misionet paqëruajtëse në Kosovë, KFOR-in dhe EULEX-in. Vizita e shefes së diplomacisë evropiane në Kosovë, Kaja Kallas, vjen në një kohë kur vendet e Bashkimit Evropian po i kërkojnë Kosovës që me urgjencë të formojë institucionet e reja, kuvendin dhe qeverinë. Ndërka gjatë vizitës në Serbi, krye diplomatja e BE-s Kaja Kallas porositi autoritetet serbe që ta qartësojnë orientimin strategjik dhe të tregojnë për kushtim në procesin e dialogut me Kosovën. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas ka nisur turin e saj ballkanik me ndalesën e parë në Beograd, duke përquar porosinë se liderët politik duhet të bëjnë reformat e nevojshme dhe të qartësojnë drejtimet e tyre strategjike. Mesazhi im për autoritetet në Beograd është i qartë. Unë dua ta shoh Serbinë duke avancuar drejt BE-s. Për këtë, liderët politik duhet të bëjnë reformat e nevojshme dhe të qartësojnë drejtimin strategjik. Kjo bëhet më së miri duke rivendosur besimin dhe duke ju qëndruar besnike parimeve demokratike. Do të angazhohem me qeveritë dhe shoqërinë civile në rrugën e tyre drejt BE-s.
Dialogu Beograd-Prishtinë është një domosdoshmëri për të ecur përpara. Është koha për të kapërcyer të kaluarën dhe për të punuar për një të ardhme të përbashkët. U bë thirrje përfaqësuesve të Beogradit dhe Prishtinës që të vinë sa më shpejt në Bruksel dhe të diskutojnë hapat konkret përpara. Vizita e zyrtares së lartë të Bashkimit Evropian Kaja Kallas në Serbi vjen pas vizitës që presidenti serb pati në Rusi, ku kishte takim me presidentin Putin. Për këtë vizitë të Vučićit kishte reagime të ashpra nga zyrtarët e BE-s, duke i kërkuar Serbisë qartësim në rrugën integruese. Por në takimin me presidentin Vučić, ky i fundit i ka kërkuar BE-s të ndërhyjë në krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sipas tij, asociacioni nuk është një detyrim i dakorduar, por edhe siç ka thënë, parakusht për përparim të mëtejshëm të dialogut dhe çdo normalizimi të marrëdhënieve. Paranisjes së vizitës në disa vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë Kosovën dhe Serbinë, shefja e diplomacisë evropiane Kaja Kallas ka thënë se ka për synim të shtyjë përpara procesin e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë. Vazhdojmë me zhvillimet politike në vend. Partia Demokratike e Kosovës hedh poshtë pretendimet për një parafrim qëndrimesh me lëvizjen vetëvendosje bazuar në foton e bërë në një ngjarje sportive ku shihen bashkë Albin Kurti e Bedri Hamza. Në anën tjetër, një as të çështjeve politike thonë se ngërçi i krijuar në kuvend mund të zhbllokohet vetëm me një interpretim ligjor nga gjykata kushtetuese për mënyrën e votimit të kryeparlamentarit. Një fotografi e publikuar në rrjetet sociale ku në një ngjarje sportive shiheshin bashkë kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryeministër Albin Kurti dhe ai i Partisë Demokratike Bedri Hamza nxiti dyshime për një parafrim të mundshëm politik mes tyre, por Partia Demokratike hodhi poshtë pretendimet e tilla. Deputeti PDK-s Përparim Gruda tha se takimi nuk ka konotacion politik. Dhe ky ka qenë një event tërësisht sportiv pas një përmbajtje politike. Zoti Hamza si një koqeri e ngjarjes i ka rënë të ulet afër zotit Kurti, sepse ashtu e do protokolli, por nuk ka asnjë përmbajtje politike. Me këtë rast, Gruda ka bërë të ditur se Partia Demokratike nuk ka ndërruar qëndrimin kundër kandidatës së lëvizjes vetëvendosje për kryetare të kuvendit. Qëndrimet e betonuara të palëve kanë shkaktuar një blokadë institucionale, e cila vështirë të zgjidhet pa një marrëveshje politike. Ndërsa hulumtuesi në Institutin Demokratik të Kosovës, Vullnet Bugashku, thotë se presin që të paktën kushtetuesja të jap një interpretim për mënyrën e votimit. Sepse në rase ku nuk ka quorum për sa i përket vendimarrjes lidhur me komisionin për votim të fshehtë, ai do duhet të vazhdonte seancën me votimin e hapur, ashtu siç ka qenë gjithmonë si praktike jona parlamentare. Derisa pritjet janë orientuar ka kushtetuesja për politologun Albinot Maloku, në këtë rast ndërhyrja e presidentës do të kishte një rol shumë të rëndësishëm. Gjithsesi është e vetmja me autoritet të plotë në kuptimin kushtetues dhe ligjor që mund të drejtohet në instancë siç është gjykata kushtetuese për shpjegime shtesë të asaj se çfarë nënkupton instancë funit i pari pas procesit zgjedhor me pas drejtën e propozimit. Në qoftë se kemi shprehjen votim, i bie që ky i pari e ka veç një drejtë për ta propozuar, mirë po duhet gjej metodat për gjetë votën. Dhe tentimi për ta keq kuptuar interpretimin e gjykatës kushtetuese të ndodhur në vitin 2014 është jashtëzakonisht keqpërdorim i një mundësie që ka dhënë një shpjegim gjykata kushtetuese që i pari për nga numrat mund ta ketë propozimin për rrjedhoj ky i pari ose e bën këtë propozim si pasojë e fuqisë numrave ose si pasojë një partneriteti që gjithsesi duhet të lëshoj pe. Radio Televizioni 21 ka kërkuar një përgjigje edhe nga zyra e presidentës Osmani, nëse ajo do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për çështjen e ngërçit politik, por nuk ka marrë një përgjigje. Hulumtuesi i Institutit Demokratik të Kosovës, Vullnet Bugashku, vë në pikpyetje mundësinë e zgjidhjes së këtij problemi përmes kësaj gjykate. Tashmë gjykata ka shëruar në disa raste të fundit që nuk pranon më pyetje kushtetuese nga autoritetet, qoftë nga presidenti, qoftë nga kryeministri apo avokati i popullit, sidomos për tema që janë hipotetike dhe që nuk kanë fort të themi ashtu qartësi të shkeljeve kushtetuese të prodhuara, qoftë nëpërmjet një vendimi të caktuar ose një veprimi të caktuar në kuvend apo edhe në qeveri. Gjykata në praktikën e saj ka theksuar që do të pranojë kushtetueshmërinë ose lejoshmërinë e një çështjeje të referuar nga ana e presidentës apo edhe të palëve të tjera të autorizuara brenda suazave të kompetencave që i përcakton ose
të jurisdiksionit që e përcakton njëri 113 i Kushtetutës dhe aty thuhet që në qoftë se ka një listë të miratuar, një vendemarrje ose diçka që prek afekton shkeljen e Kushtetutës së Kosovës, atëherë palët mund të aktivizojnë dhe brenda afateve të caktuara në gjykatë. Ndryshe, të premtën do të mbahet seanca 20 për konstituimin e kuvendit. Ndërpritet seanca, takohemi në 23 maj në orën 11. Kryetari i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj ka dhënë sinjale për një marrëveshje të mundshme politike me partinë e Kurtit. Ai sot deklaroi se Kosova është në prag të krijimit të një shumice të re parlamentare, e cila do të mundsonte zhbllokimin e situatës politike, derisa shtoi se partia e tij është e gatshme të jap kontributin maksimal në këtë proces. Kryetari i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj ka deklaruar se vendi ka nevojë urgjente për zgjidhje të ngërçit politik. Ai tha se zhbllokimi institucional mund të bëhet vetëm përmes dialogut mbi partijak. Kur bisedoni, ka një kod të komunikimit, ka një kod. Dhe nuk mund është një përgjigje dhe me po me ju. Këtu është problemi, që duhet pak më gjërësisht me dhe kërkojmë në kuptimin e juaj, do të keni krejt atë dhe ku jemi. Dhe si më thanë qëndrimin e nisëm socialdemokratët do të keni gjërësisht të njohur kësaj teme. Aja që mund të siguroj është nisma ka dhënë dhe do të jetë kontributin krejt që ka i takon me të kalu krizën institucionale në vendin tonë për këtë ju siguroj. Limaj nuk ka pranuar të ndaj detaje se çfarë është biseduar në takimin me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, por ka theksuar se Kosova së shpejti do ta ketë një shumicë parlamentare. Derisa nuk ka ndryshime, s'ka ndryshime fatkeqësisht. Prandaj po flas, mendohet diçka. Shqiqen shumicat parlamentare krijohen para se me shku në parlament. Duhet të ketë një shumicë parlamentare për të zhbllokuar situatën edhe herë. Vetëm një rrugë është shumicë parlamentare, siç ka ndodhur gjithmonë në Kosovë. Shumica parlamentare në kupton, edhe në kuvend, përmes kuvendit pasqyrohet edhe në qeveri. Dhe kjo duhet bëhet përpjekje, duhet kthehemi te esenca. Esenca është partia e parë duhet ta ketë shumicën parlamentare në parlament për me mujt me shty agjenda të tjetër, në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, edhe në qeveri, dhe besoj që Kosova do ta ketë shumicën parlamentare shpejt. Këto deklarata kryetari i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj i bëri pas njoftimit për aderimin e forumit të intelektualëve në partinë e tij. Ndryshe, forumi i intelektualëve në zgjedhjet e nënshkurtit ka garuar në një listë zgjedhore me AK-n dhe nismën. Në 26 vjetorin e masakrës në burgun e Dubravës, të mbjetuar të kësaj masakre, familjarë të vrarve dhe krer institucional, bën nderime tek memoriali përkujtimor në hapësirat e këtij burgu. Edhe sot u kërkua që të vihen para drejtësisë të gjithë ata që orkestruan këtë masakër, ku mbetën të vrarë rreth 120 të burgosur shqiptar dhe 300 të tjerë të plagosur. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se masakra e Dubravës ishte skenari i shtetit serb, ku më 19 maj 1999 filloi zbatimi i atij skenari për vrasje masive të burgosurve shqiptar. Forcat policore serbe bashkë me gardianët e burgut dhe me disa nga të burgosurit më kriminal serb do të shtinin me armë dhe bomba ndaj burgosurve shqiptar 6-5 ditëve në vijim. Kësaj, me 24 maj 1999, nga rreth 980 burgosur shqiptar sa ishin grumbulluar në burgun e Dubravës, një u zhduk, pra u këshin hoti, 117 burgosur u vranë, kurse mbi 300 të tjerë u plagosën, por zbulimi i masakrës së Dubravës është zbulim edhe i kryerësve të kësaj masakre, i planifikuesve të skenarëve të saj, i urdhërdhënësve dhe i zbatuesve. Nga Dubrava, Kurti bëri thirrje që prokuroria speciale të fillojë hetimet për këtë masakër dhe iniciimin e proceseve gjyqësore. Bëj thirrje përsëri është që prokuroria speciale e Kosovës të fillojë zhvillimin e hetimeve për këtë masakër dhe iniciimin e proceseve gjyqësore për të. Dhe nuk ka vend më të përshtatshëm për ta bërë këtë thirrje se sa pikërisht vendi ku ne jemi të fort e gjallë, po kriminalet e luftës të çdo rangu dhe përgjegjësie duhen hetuar dhe ndjekur penalisht, sepse krimet e luftës nuk vjetrohen, nuk harrohen dhe nuk falen asnjëherë.
Kryetari i shoqatës ish të burgosurve politik Shefik Sadiku, duke kujtuar të gjithë të burgosurit që u vran, tha se kjo masakër ka qenë plani i Serbisë, i cili u aktivizua pas fillimit të bombardimeve të NATO-s. Sipas tij, qëllimi ishte të fajsohej NATO-ja për këtë krim. Pas fillimit të bombardimeve nga NATO-ja, në saqet ushtarake serbe, 24 mars 99, qeveria serbise aktivizoi planin e masakrës në burgun e Dubravës për të fajsuar NATO-n se ata janë fajtor në krye të kësaj propagande, edhe sot qëndron si president ish ministri propagandës i Miloševićit Aleksandar Vučić, të cilin diplomacia evroamerikane edhe sot e lëdhaton. Sadiku kërkoi tutje nga qeveria e ardhshme që të procedojë një ligj për masakrën e Dubravës që të mundsoj ish të burgosurve për të dhënë dëshmi pa pagesë, si dhe të ngrisin padi individuale. Brenda burgut të Dubravës gjendet një pllak përkujtimore me emrat e të gjithë atyre që janë vrarë në këtë masakër, që konsiderohet si një nga masakrat më të mëdha të regjimit serb të kryer ndaj shqiptarëve. Partia Demokratike e Kosovës u ka bërë thirrje institucioneve për ofrim të garancisë në procesin gjyqësor në Hag, pasi dhomat e specializuara kanë refuzuar kërkesën për mbrojtje në liri për Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin. Deputeti i PDK-s Përparim Gruda deklaroi se pas përfundimit të fazës së prokurorisë, lirimi me kusht nuk do duhej të ishte një privilegj, por e drejtë e patjetërsueshme. Andaj, siç thot ai, refuzimi i kërkesës cënon të drejtat themelore të njeriut. Partia Demokratike e Kosovës ka mbështetur që nga fillimi funksionimin e papenguar të gjykatës speciale. Me bindjen e plot se në këtë gjykatë do të garantohej e drejta për gjykim të drejtë dhe në kohë të arsyeshme, sigur themel i gjitha lirive dhe drejtave të njeriut. Për vlerësimin ton, një gjykatë në zemër të Evropës nuk do duhej kur të shndrohet në një mekanizëm për ndjekje, aq më pak në emër të drejtësisë dhe viktimave të luftës. Fatkeqësisht, vendimi i fundit nuk paraqet drejtësi, por një përndjekje të qartë në emër të drejtësisë. Gruda ka shprehur zhgënjimin për mungesën e ofrimit të garancive nga institucionet e Kosovës për mbrojtjen e ish-krerëve të UÇK-s në liri. Dhe të shpreh indinjatën dhe zhgënjimin e thellë të Partisë Demokratike të Kosovës për mungesën e ofrimit të garancioneve nga institucionet e Kosovës për mbrojtjen e të akuzuarve në Hag në liri. Prandaj u bëjmë thirrje sot institucioneve të Kosovës që të marrin një rol aktiv në ofrimin e këtyre garancioneve, sepse jemi të bindur se procesi në Hag dhe epilogu i tij nuk janë thjesht një çështje individuale për të akuzuarit, por janë një çështje thellësisht me rëndësi themelore për historinë dhe të ardhmen e shtetit të Kosovës. Mos angazhimi institucional nuk është thjesht një neglizhencë, por është qartazi një heqje dorë nga një përgjegjësi historike. Gjykata speciale me seli në Hag ka refuzuar kërkesën për lirim të përkohshëm për Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin. Organizata për dëmet e luftës, ngritja e zërit, ka dorëzuar për herë të 13 dosje në gjykatën kushtetuese. Kjo organizat ka kërkuar shqyrtimin e kushtetutshmërisë së vendimit të gjykatës supreme që kishte refuzuar padit për kompenzimin e dëmeve të luftës në Kosovë. Kryetari i organizatës Ngritja e Zërit, Jahir Bejta, tha se gjykatat në Kosovë nuk janë duke i zbatuar ligjet përkatëse për të cilat janë kompetente, derisa përmendi ligjen për procedurën kontestuese. Na që 17 vite jena duke punuar ditë e natën për gjitha palët e dëmtuara në cilësinë e viktimave të luftës, me një zë vetmin kundër qeverisë Republikës Serbisë për kompenzim dëme. Sot është e 13 herë që i dorëzojna dosjet mu këtu. Madje, gjykatat e rregullta dhe Supremja nuk janë duke i zbatue ligjen përkatës për çka janë thirrur dhe janë kompetent. Ligjin mbi procedurën kontestimore. Është në 28 alinea 2. Gjykatat mu aty thirrën
Atë apostrofohet se lëndet me element ndërkombëtar do të me pas marrëveshje paraprakë për me shqyrtu, po i njëjtin në 28 alinea 3, thot edhe pa pas fare marrëveshje juridike, gjykatat tona janë të obliguar me shqyrtu. Bejta derisa kritikoi edhe gjykatën kushtetuese për mos veprim, tha se ndër vite kanë arritur t'i mbledhin mbi 1000 dosje, sa i përket dëmeve të shkaktuara gjatë luftës. Gjykata kushtetuese, kjo propa neve, nuk është duke shqyrtu kërkesën për vlerësimin e kushtetutshmërisë të vendimit gjykatës supreme, përndryshe do ta gjej se gjykatat e rregullta kanë bën shkelje. Po gjykata kushtetuese është duke shkel kushtetutën. Është neni 53, pa diçka definon ai. Jo që ka drejt, po gjykata tona edhe kjo gjykata kushtetuese, jo që kanë drejt, po kanë obligim që aktet e veta të harmonizojnë me vendimet e gjykatës evropiane për liri drejtat njerëzit në Strasburg. Ndërka që pala pa ditë se kësa here ishte Muhamet Fejza nga fshati Vajnik i Skenderajt. A i tha se lufta e fundit në Kosovë ka shkaktuar shumë dëme, duke përfshirë shkatrimin e shtëpisë dhe lokalit. Domet të mdoja kanë qenë, kënë post lokalin e kanë shkatru, shtëpiat ne kanë shkatru, trakturat ne kanë morë, tëna aty që kënë post ne kanë shkatru. Organizata Ngritja e Zërit që nga viti 2008 ka ndërmarrë veprime ligjore për kompenzimin e dëmeve të shkaktuara nga lufta, duke përfshirë dëmën e njerëz dhe pronë. Deri më tani kjo organizat ka hartuar dhe dorëzuar rreth 1000 kërkesë padi në gjykata në shumicën e komunave të Kosovës. Megjithatë, të gjitha këto padi janë refuzuar nga gjykatat me arsyetimin se një shtet tjetër nuk mund të paditet në këto rrethana. Kthehemi në studio me materiale të tjera të përgatitura nga gazetarët tonë. Bizneset në Kosovë druajnë se transferimi në tregun e lirë energjetik nga një qershori do të rrezikojë funksionimin e tyre. Alianca Kosovare e Bizneseve ka paralajmëruar greva në rast të mosndryshimit të vendimit nga zyra e rregullatorit. Ndërkaq lidhja e bizneseve të Kosovës vën në pa rrezikun për falimentim të shumë kompanive. Që prej një qershori çmimi i energjisë elektrike për bizneset pritet të rritet në mbi 200%. Ky është vendimi i zyrës së rregullatorit të energjisë me të cilën e nisi ashtu quajturi treg i lirë për bizneset e mëdha. Menaxherja e një kompanie prodhuese Arbnora Musliu Konushevci thotë se ky vendim është goditje direkte për bizneset që mbajnë gjallë mira vende pune. Sipas saj, për shkak të këtij vendimi rrezikohen humbjet e vendeve të punës në kompaninë e saj. Ne do të kemi jo qëndrueshmëri të mirë apo të rrezikuar dhe si rezultat do të kemi ose pezullim të ofertave, kontratave që i kemi aktuale ose shkurtim të numrit të punëtorëve. Prandaj për të mos ndodhur kjo, sepse nuk është as pak e lehtë edhe e mirë për neve si kompani që eksportojmë rreth 95% të hyrave, ne kërkojmë që ky vendim ose të pezullohet për një kohë të paktën një vjeçare apo të anulohet. Vendimi i zyrës së rregullatorit u përcolli me shumë kundërshtim në Kosovë dhe Alianca Kosovare e Bizneseve vlerësoi se do të shkaktojë rritje të çmimeve zinxhirore të produkteve në treg. Kryetari i Aleancës Agim Shahini thotë se ky vendim do të ngadalsojë investimet dhe do të rrisë rrezikun për falimentim të shumë bizneseve. Shahini tha se dëmet për bizneset do të jenë rreth 50 milion euro. Ky vendim është marrë në mënyrë tinzare, në mënyrë jo të përgjithshme, në mënyrë jo të diskutueshme me sektorin privat, por sektori privat ka dalë para një akti të krym të zbatueshmërisë së saj. Dhe ne e vlerësojmë që nëse zëreja bën një shtyrje një vjeçare së paku dhe gjatë kësaj kohe të ulemi të diskutojmë format dhe mënyrat se si të furnizohem me energji elektrike dhe si të bashkëpunojna që vërtet bizneset kosovare, ato prodhuese dhe shërbyese, të cilat plotësojnë dy kategori të 50 punëtorëve dhe të mbi 10 milionë euro, të kenë energji të mjaftueshme
dhe të kenë energji të tregut të lirë, jo të tregut të hapur. Zyra e rregullatorit për energji mori vendim para disa javësh që bizneset që kanë mbi 50 të punësuar ose qarkullim mbi 10 milion euro në vit të dalin në treg të hapur energjetik. Sipas kryetarit të lidhjes së bizneseve të Kosovës Besar Dreshaj, ky vendim paraqet rrezik serioz për qëndrueshmërinë financiare të bizneseve dhe për stabilitetin ekonomik të vendit. Ky vendim të pezullohet për 2 vite dhe këto përgatitje pastaj gjatë tyre 2 viteve të bëhet përgatitja e kompanive të sigurojnë në mënyra të ndryshme energjinë dhe mos të jenë pengesë, sepse ky vendim është paralajmëruar 3 muaj para se të hyjë në fuqi dhe ne jemi dëshmitarë sepse nuk kemi ku të sigurohet energjia. Prej kur ZRE mori vendim për ndryshimin e tarifave dhe daljen në treg të lirë energjetik për bizneset. Shoqëria civile organizoi 3 protesta, deponoi padi në gjykatën themelore, si dhe Lidhja Demokratike e Kosovës mblodhi nënshkrimet e rreth 30 deputetëve për, siç tha, anulimin e këtij vendimi. Dërsa punëtorët e kompanisë rajonale të mbeturinave pastrimi kanë nisur grevën para ndërtesës së komunës së Prishtinës në shenjë revolte për gjendjen e rënd financiare. Këtë grevë komuna e Prishtinës e cilëson si politike. Na jemi det për det bërllak, me kryet bërllak. Vlera jonë s'paguhet lo. Kjo është arsyeja pse Ruhan Haliti bashkë me kolegët e tjerë të kompanisë rajonale të mbeturinave pastrimi ja zun derën komunës së Prishtinës. 400, për shembull 425 euro. Aso që më nësh me bu me të, që rrim aso hypje, 16%. Hypjen tash tjera tëna. Që më nësh as me 300 euro, 400 për 2 audit i harsh, më nësh me bu. Ku jenë tjera? Ku jenë thmija, ku jenë ato, ku jenë shkollimi, ku jenë ato, s'ka shkollim, s'ka përgjë. Kompania rajonale e mbeturinave pastrimi më 14 maj ka ndërprerë grumbullimin e mbeturinave në Prishtinë. Këtë vendim punëtorët e arsyetojnë me gjendjen e rënduar financiare të kësaj kompanie. Spari kërkoj falje pe qytetarëve që s'po muj me kry shërbim shkaku i disa persona që s'po marrin vesh. Mos s'na intereson, neve na dalë në grevë me i kërkue kushtet tëna, paret, punë edhe që kaqë. Qysh i kena krye pej 90-ës deri sot. Dojna pagat me në rritë ma shumë edhe inkasimin në bëvon pastrim, jo në komunë, se nuk shka në kjo punë. Kryetari i sindikatës së kompanisë pastrimi Ardian Krasniqi gjatë një përplasje verbale që pati me nënkryetarin e komunës Shkëm Manaj, insistoi në kthimin e borxhit prej 2.7 milion eurosh. Borgjin për janarit, deri tash që kemi operu, për me mujt na me operu, kërkesa aty shumë të kjallta. Nuk është veç një kontratë, ja dhe apin dhe shkënit të shtëpia. Për komunën e Prishtinës, greva e punëtorëve të kompanisë pastrimi është krejtësisht e panevojshme dhe politike. Përderisa kryeqyteti është duke bërë gjithçka për te i kalimin e kësaj gjendje, konsiderojmë se grumbullimi i punëtorëve të kompanisë pastrimi para objektit të komunës është i panevojshëm. Keqpërdorimi i tyre për qëllime politike nga menaxhmenti është i papranueshëm dhe nuk duhet të vazhdojë. Përplasja ndërmjet komunës së Prishtinës dhe kompanisë rajonale të mbeturinave pastrimi ka nisur ditë më parë, për shkak të një borxhi prej 2.7 milion euro që thuhet se komuna ja ka kësaj kompanie. Në anën tjetër, për gjendjen e rënduar me mbeturinat në kryeqytet, komuna e Prishtinës thotë se ka angazhuar operator ekonomik privat. Në hall me mbeturinat janë edhe banorët e fshatit Bardhosh të Prishtinës. Ata ankohen se kamionët e kompanisë pastrimi nuk i kanë parë për më shumë se 2 javë. Fshati Bardhosh është vetëm një nga pjesët e kryeqytetit, i cili ka mbetur në mes të bërllogut si shkak i betejës së hapur mes komunës së Prishtinës dhe kompanisë rajonale të mbeturinave pastrimi. Kontejnerët e mbeturinave para shtëpive tashmë janë stërmbushur. Banorët kanë filluar që qeset e bërllokut t'i vendosin në përrethojat të oborreve. Sipas orarit zyrtar, mbeturinat në fshatin Bardhosh mblidhen një herë në javë, mirë po prej kur nisi konflikti mes kompanisë dhe komunës së Prishtinës, banorët ankohen se pastrimi bëhet vetëm një herë në 2 apo edhe 3 javë. A pengon, mbeturinat gjithë kanë e pengojnë edhe neve, son për çdo ditë që të rrugë kaloj. Po vëllai që kepi baki këtë merr, sidomos për jolë tek nena o shumë.
Pele vëlla shumë që s'mën me kalu krejt e merë edhe asfaltin. Ta e qkipin qëtë, po ka shumë që normal që qkipin. Do të me kalu në për ta. Ta është qa problemi, s'pa moj me ditë veç. Është njerë një po nuk vinë. Vinë njerë në 3 javë po ndodhë. Atë njerë nuk janë korrekt. Veç me shku që anina poshtë e me këshy rrugën të merësht. Nuk është në regull. Ose mos vinë me marë heq. E bojnë ana vetë një grupë dikun edhe s'po jena si... A me qita mos me qitë. Do në vinë njerë njavët, thujnë vinë nuk vinë. E shkepin qëtë marrë me orë dikush me po. Të lodhur nga gjendja e rënduar me mbeturina, banorët shprejnë propozime të ndryshme. Problem ka, nuk për mbledhin burlogun, është mirë të gjithë me mbledh burlogun e me aqo kryetarit në komunës aty, para dere me aqë prazë. Që, shifni mbeturinat që ka përbojnë. Një herë një javë të marshin për para, tash u bo një javë, u bo 2 javë, javë a tretë nuk e kanë marrë. Po kanë thonë, kënë se komunës për e pare të asajna kompanisë që mbledh burlogun, që aty është arsua. Pas njoftimit që bëri Komuna e Prishtinës për angazhimin e 2 operatorëve privat për të pastruar terenin, Kompania Rajonale e Mbeturinave Pastrimi kërkoi ndërhyrjen e institucioneve të drejtësisë. Për më shumë informacione klikoni në portalin ton rtv21.tv. Mirëmbëngjes.